A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi dhe lavdrimi I takon Allahut xhalleshanuhu, paqja dhe shpëtimi I Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, po ashtu paqja dhe shpëtimi I Allahut qoftë mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët pasuan këtë fe, pasojnë dhe inshallah do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra të nderuara, më lejoni që me ardhen e këtij muajit Ramazan, që më së pari në emrin tim personal t'ju uroj gjithëve muajin e bekuar, muajin e Ramazanit. Inshallah Allahu xhalleshanuhu gjitha këto adhurime çka I bojmë për hir të Allahut xhalleshanuhu, agjerimet, namazet, ibadetet, sadakan dhe gjitha këto punë çka I bojmë për Allahun xhalleshanuhu, Allahu xhalleshanuhu të gjithëve inshallah na pranon dhe na bën kabul. Vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, për muajin e Ramazanit mund të flitet nga pikpamje të ndryshme, në qoftë se e marrim në pikpamjen sociale, morale, materiale. Çka do që të mundemi të flasim për Ramazanin nuk është asnjëherë pak, por çdo herë do të shohim se do të kemi mangësi. Pra, edhe kështu që para nesh dietarët edhe njerëzit të ndryshëm kanë folën për vlerat dhe virtytet e muajit të Ramazanit, kështu që ne nuk kena çka shtojmë gjë të re përveç se atyre të cilat janë përmendur më herët edhe para nesh. Pra, muaji në të cilin është shpallur Kur'ani. Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Sadakallahu al-azim. Pra, muaji I Ramazanit është muaji në të cilin është zbritur Kur'ani, udhëzim dhe udhërrëfyes për njerëzit. Pra, këtu Allahu xhalleshanuhu në këtë ajet kuranor na tregon se muaji I Ramazanit është muaji në të cilin ka filluar të zbresë Kur'ani, muaji të cilin, domethënë, Allahu xhalleshanuhu e begatoi këtë muaj me virtytet dhe mirësitë e tij. Në dy, muaji në të cilin hapet xheneti dhe mbyllet xhehenemi. Është një hadith I pejgamberit alayhis salatu wassalam, ku e transmeton Abu Huraira se pejgamberi Allahut na ka zbuluar të vërtetën vijuese siç është. Kur të hy muaji I Ramazanit, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe lidhen në pranga shejtanët. Këto fjalë të pejgamberit alayhis salatu wassalam, si thon dietarët islam, duhet kuptuar në mënyrë të drejtë për drejtë, pikërisht, domethënë nuk duhet më thelluen këto fjalë të cilat pejgamberi alayhis salatu wassalam neve na ka thonë. Pra, këto është një nga begadit dhe virtytet e muajit të Ramazanit. Muaji I ibadetit dhe I agjerimit. Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu xhalleshanuhu në këtë ajet të Kur'anit na thot: O ju që besuat, agjerimi është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe për ata para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Pra me këtë ajet të Kur'anit Allahu xhalleshanuhu neve na mëson se agjerimi si agjerim ka qenë obligim edhe për popujt para Muhamedit alayhis salatu wassalam. Domethënë edhe ata kanë pasën agjerimin obligim, sikurse ne, kurse me ardhen e Muhamedit alayhis salatu wassalam, muaji I Ramazanit ose muaji I Ramadanit është bo obligim farz për muslimanët. Kështu që Allahu xhalleshanuhu në këtë rast po na thot neve edhe prap po na vërteton se muaji I Ramazanit për ne që është obligim nuk është se është një risi, por agjerimi si agjerim ka qenën edhe para ummetit të Muhamedit alayhis salatu wassalam. Pra, pejgamberi alayhis salatu wassalam me një hadith shërif ose me një thënie të tij të njohur thot se agjerimi më I vlefshëm është agjerimi I vllaut tim Davudit alayhis salam. Se ai një ditë ka agjeruar, një ditë ka hëngër.
Domethënë kjo është ndër format më të vështira të agjerimit, të cilin Davudi alayhis salam, i cili ka qenë pejgamber prej pejgamberëve të Allahut xhallashanuhu, edhe i cili e ka praktikuar këtë mënyrë ose këtë formë të agjerimit, ku Davudi alayhis salam e ka pasën si obligim ja ka bo vetës, edhe këto domethënë e ka quhe derisa ka qenë gjallë. Muaji në të cilën nata është më e mirë se 1000 muaj. Allahu xhallashanuhu prap në ajetin e Kur'anit ose në disa ajete të Kur'anit ku na tregon. Thot inna anzalnahu fi lejlatil qadr, wa ma adraka ma lejlatul qadr. Lejlatul qadri khairum min alfi shahr. Allahu xhallashanuhu prap këtu neve na tregon edhe thot inna anzalnahu fi lejlatul qadr. Thot na me të vërtet Kur'anin e zbritëm në natën e madhe ose në natën e Kadrit. A dini wa ma adraka ma lejlatul qadr? E që dini ju se çka është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është një natë e cila ka vlerën më tepër se 1000 muaj. Tash në qoftë se e marrim edhe analizojmë këtë çështjen e kësaj natës. Tash ne jena si person, jeta ose ymri i ummetit të Muhamedit alayhis salatu wassalam, mesatarja është nga 60 deri në 70 vite. Tash në qoftë se e marrim ne edhe analizojmë për 60 edhe 70 vite. Tash na jemi ata njerëz të cilët domethënë e kena obligim namazin, 5 kohët e namazit. Tash në qoftë se e marrim edhe e analizojmë për kushtimin të cilën e kena na karshi Allahut xhallashanuhu, nuk kuptojmë se me faljen e namazit, edhe adhurimet tjera, dhikrën çka e bojmë, edhe ibadetet tona çka i bojmë, domethënë prej 65 ose 70 viteve maksimumi që mund me arritën është 5 vite. A thua na mjafton neve 5 vite për me qenën edhe kur dalmi ditën e gjykimit para Allahut, edhe me dhon llogarin ton, edhe me dalën faqebar para Allahut xhallashanuhu me një jetë të cilën e kena boje 60-70 vjet, kur po e mbledhmi vetëm se adhurim ndaj Allahut xhallashanuhu, që po e bojmë, na po e bojmë vetëm se 5 vite. Allahu xhallashanuhu në një ajet tjetër thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Thot unë nuk i kam krijuar njerëzit edhe xhinat vetëm se për me më adhuru mu. Tash kur po e shohmi këto se Allahu xhallashanuhu qëllimin kryesor e ka pasur që ne ti bojmë adhurim Allahut xhallashanuhu. Por në fakt po na del se në qoftë se na jetën tonë përditshme e ndajmë me gjumin çka e bëjmë, me punën tonë çka e bëjmë, me ndejat tona çka i bojmë, me ushqimet çka i bojmë, domethënë në qoftë se mblidhen edhe analizohen këto e mojnë ato çka ne jemi të caktuar për adhurimin ndaj Allahut xhallashanuhu. Pra, këtu shifët se ne nuk mundemi me arrit. Atëherë Allahu xhallashanuhu në çdo send kur vjen njeriu si njeri, mos është ashtu i krijuar, edhe i mbyllet një rrugë, por i hapet një rrugëc tjetër. Kështu që dita e xhuma e ka të vlerën e vet. Janë kohët e caktuara, janë natët e mëdha. Është nata e Kadrit e cila e ka vlerën më tepër se e ka vlerën e 1000 muajve. 1000 muaj kur ta marrim edhe llogaritin dalin 83 vite e 4 muaj. Domethënë ai person i cili e arrin natën e Kadrit e ka arritën kënaqësinë e Allahut xhallashanuhu, edhe mbas kësaj kuptohet se Allahu xhallashanuhu po don që njeriu me çdo kusht, me çdo gjë që vetëm të mri kënaqësinë e Allahut xhallashanuhu dhe që të mos dënohet edhe mos të dënohet edhe mos të jetë në humbje. Pra këto janë arsyet të cilat Allahu xhallashanuhu i ka zbritën Kur'anin në muajin e Ramazanit, e ka bë agjerimin të cilën Allahu xhallashanuhu ja ka bë obligim njerëzve. Muaji në të cilin pranohen lutjet dhe bëhen falja nga zjarri.
Allahu Gjellëshanuhu prap me një ajet të Kur'anit ka thonë: "Wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Sadakallahu al-azim. Allahu Gjellëshanuhu prap ka thonë: "E kur robët e mi të pyesin për ty për mua", ju ka drejtu pejgamberit alayhis salatu wassalam, "unë jam afër i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata mua dhe le të më besojnë ata mua." Pra Allahu Gjellëshanuhu prap të ky ajet fisnik kuranor vjen pas ajetit të agjerimit. Do më thonën ajetet e agjerimit të cilët janë Allahu Gjellëshanuhu majs pari për në thotë se Kurani është zbrit muajin e Ramazanit. To na vjen ajeti tjetër ku na e bon obligim neve ose na e bon farz agjerimin, edhe tash lidhet këtu më njerë mbas këtyre ajeteve vjen kjo ajet tjetër ku Allahu Gjellëshanuhu neve na mëson se lutjet të cilët duhet me i bo për Ramazan, Allahu Gjellëshanuhu është afër dhe ato lutje çka bohen, ato inshallah i ndëgjon edhe pranohen tek Allahu Gjellëshanuhu. Pra, kjo është ajo esenca të cilën Allahu Gjellëshanuhu e ka bo njeriun që vetëm për me mundën me u nxjerr dyqysh. Shikoni vëllezër dhe motra të nderuara, muaji i Ramazanit është një muaj i cili njeriu duhet me bo një ndryshim. Por nuk do me thonë se ne këtë ndryshim do ta mbajmë vetëm se gjatë muajit të Ramazanit, edhe muajt të tjerë me qenë relax, edhe me harrue veten, edhe mos me i bo. Muaji i Ramazanit është muaj i cili duhet me qenën sistematikisht. Është muaj intensiv të cilat njeriu duhet me shfrytëzu çdo moment, duke filluar nga agjerimi, nga namazi, nga lutjet, nga dhënia e zeqatit, e sadakas, e gjitha këtyre tipareve tjera të cilat Allahu Gjellëshanuhu neve na ka urdhnu. Por nuk do me thonën se në qoftë se e mbrim në këtë muj edhe me elonën. Por kjo është si pregatitje, para pregatitje për njeriun që njeriu me vazhdue jetën e tij normale. Se asnjëherë Allahu Gjellëshanuhu nuk na ka urdhnu neve që adhuroni mu edhe lejeni punën. Por ka dhe raste të tilla kur në kohën e Omerit radiallahu anhu, thot disa prej ashabëve kanë marrën kështu vendim vetjak edhe i kanë propozu vetës, se ja kanë bo obligim vetës, kanë thonën që ne do të rrim këtu në xhami edhe do të bojmë tanë kohën vetëm se do të i përshkohemi lutjes së Allahut Gjellëshanuhu që për me fitu kënaqësinë Allahut Gjellëshanuhu. Atëherë kur vjen Omeri radiallahu anhu, ditën e parë shef njëjtit njerëz. Ditën e dytë prap njëjtit njerëz. Po vjen drek po i gjen, një qindi po i gjen, ndërmjet kohëve po i gjen. Thot çka është puna ju? Thot na e kena lënë çdo send kësaj botës, thot ju kena kushtuar adhurimit të Allahut Gjellëshanuhu. Tash Omeri radiallahu anhu ka qenë njeri shumë i drejtë. Ka qenë njeri i cili ata historia tregon se ka qenë njeri i ashpër. Por atë ashpërsi nuk e ka përdorën pa vend. Ashpërsia e tij ka qenën gjithmonë me vend, edhe e ka pasën një qëllim të cilin e ka bo. Pra, Omeri radiallahu anhu kur ndëgjoi nga këta njerëz, ose nga këta ashab, se çka e kanë qëllimin, atëherë nuk i tha ikni, po për me ja anulue edhe për me imsue njerëzit mbrapa këtyre, çka mori, thot e ka marrën një shtag edhe thot i ka vrapu mbrapa, duke i gjujt ata me shtag, se thot, sikur se që e keni obligim namazin edhe adhurimin Allahut Gjellëshanuhu, të njëjtën kohë e keni obligim edhe farz punën. Do më thonën tash puna edhe adhurimi Allahut Gjellëshanuhu janë të dyja të cilat shkojnë bashkë. Njëra krahas me tjetrën. Do më thonë as njëra pa tjetrën nuk bohet. Se në qoftë se e lojmë punën, atëherë do më thonë na e kena humbën këtë botë. Në qoftë se e lojmë adhurimin Allahut Gjellëshanuhu, çka kena humb? E kena humb hem këtë botë edhe botën tjetër. Do më thonën, këtu është ajo esenca kryesore ku Allahu Gjellëshanuhu e pregadit njeriu në Ramazan për atë pregaditje shpirtërore që njeriu të jeti pregaditur shpirtërisht edhe të vazhdoj rrugën e tij gjatë vitit edhe mbrapa
Ramazani Kerimit. Muaji Ramazanit, pra është muaji i nafileve. Transmetohet prej Abdurrahmanit radiallahu anhu se pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam njëherë duke folur për muajin e Ramazanit ka thënë: ky është muaji në të cilin Allahu ua ka përcaktuar agjerimin, kurse unë ua kam bërë tradit që natën të falni nafile gjatë këtij muaji, dhe kush agjeron dhe natën fal gjatë këtij muaji duke besuar dhe shpresuar se për këtë do të shpërblehet, do të pasurohet nga mëkatet, sikur se tash është lindur nga nëna. Domethënë, nga kjo kuptohet se Allahu Gjellëshanuhu ja ka bo obligim farz Ramazanin. Kurse pejgamberi alayhi salatu wassalam, siç po lexuam edhe hadithin pak më herët, thot që me Ramazan Allahu Gjellëshanuhu ose pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka bo obligim njerëzve që të falin namaze nafile. Domethënë namazi vullnetar, këtu tash kur ta marrim edhe e kuptojmë se namazi nafile mundet me qenën edhe namazi i teravijeve ose namazi i natës, ku Allahu Gjellëshanuhu edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam janë të kënaqur prej atyre njerëzve të cilët i kryjnë këto obligime. Pra, krahas agjerimit duhet me i dhënë rëndësi faljes së namazit, leximit të Kur'anit, dhënjes së zakatit, ai që e ka obligim, ose sadakas, edhe gjitha këto, edhe falja namazit të natës, nafile, ose namazi vullnetar. Kështu që ky person në qoftë se secila gratë e ka të shpërblimin e vet. Në qoftë se një person vetëm se agjeron, ai ka një shpërblim veç që ka shpërblimin shumë të vogël. Por në qoftë se personi tjetër agjeron edhe fal namazin, ai normal që e ka shpërblimin më të madh. Por në qoftë se njëri prej personave e plotësojnë gjitha këto kushtet, atëherë ai do ta mrije gradën më të lartë, edhe kështu që i bëhet e mundshme ose i bëhet nasib atyre që me mri edhe vlerën e natës së Kadrit. Domethënë se ka shumë njerëz tashna kur të jetë nata e Kadrit, secili pretendojmë që me arritën kënaqësinë e kësaj nate. Por ka nga ata njerëz të cilët mundën të arrijnë, ka nga ata tjerë të cilët nuk e arrijnë. Se është një prej karakteristikeve të kësaj nate, se duaja, lutja, çka bëhet gjatë kësaj nate, Allahu Gjellëshanuhu patjetër ka me pranu këtij robit ose këtij muslimani. Pra, është edhe një hadis kutsi ku Allahu Gjellëshanuhu prap neve na thot, mbas transmetimit të cilën e ka bërë Abu Huraira se nëpërmjet pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku thot: çdo send çka e bën njeriu është për te, përveç agjerimit, se agjerimi është për mu edhe unë, vetëm se unë, do më thonë tash këtu Allahu Gjellëshanuhu i drejtohet neve njerëzve, thot edhe unë do ta shpërblej. Se gjitha këto obligime tjera, adhurime tjera të cilat i bojmë, munden me qenan për njerëz. Për shembull, ka njerëz të cilët shkon me një shoqëri, ajo shoqëri e tëra shkojnë me u falë në xhami. Tash ky çka bën, i vjen turp nga njerëzit, po e harron turpin e Allahut Gjellëshanuhu edhe hyn falet. Domethënë atë namaz çka e ka bo vetëm se për njerëzit. Por agjerimi nuk dihet. Për shembull, agjerimi tani ne që jemi agjerueshëm, asnjëri për tjetrin nuk e din që a është agjerueshëm apo jo. Se agjerimi është vetëm se tek Allahu Gjellëshanuhu, atë mëshiftësinë e zemrës, që e din, nuk e din kurkush tjetër përveç Allahut Gjellëshanuhu. Kështu që pra, këtu shifet ajo vlera të cilën Allahu Gjellëshanuhu mbas këtij hadithit kutsi, që ja ka dhonën, se ka thonën çdo gjë çka e bën i biri Ademit e ka për veti. Kurse agjerimi është diçka special. Special për çka? Special pse ajo shpërblehet vetëm se nga Allahu Gjellëshanuhu. Domethënë këtu të shpërblimi Allahu Gjellëshanuhu se sa ja jep njeriut është mëshiftësi, edhe Allahu Gjellëshanuhu qëllimisht këto nuk i ka treguar, i kalonën gjëra të mëshefta, të cilat
njeriu si njeri duhet me u angazhu edhe duhet me u sakrifikue që me arritën knatësin e Allahut Gjelleshanuhu. Pra, vlezër të nderuar, këto pak fjalë të cilat i tham ne, inshallah do të kenë dobi për ju edhe për ne, se na jena njerëz të cilat shkojmë nga ajo që ta fitojmë knatësinë Allahut Gjelleshanuhu. Pra, knatësia Allahut Gjelleshanuhu për më u fitu duhet edhe me punu. Do më thonën duhet me kërku, se Allahut Gjelleshanuhu prap, unë po thomë se e ka cekën në Kur'an, që në qofë se një njeri nuk nget, nuk punon për të, atëherë nuk i vjen nga vetvetiu. Kështu që lusim Allahun Gjelleshanuhu, që gjitha këto sakrifica, gjatë muajit të Ramazanit, çka po i bojmë? Inshallah Allahu Gjelleshanuhu më së pari na pranon agjerimet, na pranon namazet, lutjet, pendimet tona. Inshallah gjitha këto çka i bojmë në emër të Allahu Gjelleshanuhu, e Allahu Gjelleshanuhu të gjithëve inshallah na pranon. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.